Articat vemat bucrën car, me fugire kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues, ja ku takohem në rubrikën Kombi Ynë. Sot do të flasim për hyneshën Diana dhe Zana, nga Ilirët tek shqiptarët. Si u trashëgua emri i hyneshës Diana tek Zana tek shqiptarët? Zana është një nga figurat më të spikatura të mitologjisë shqiptare. Siç vërejnë studiuesit, ajo ka trashëguar të gjitha karakteristikat e Dianës, e cila ashtu si ajo jetonte në përmale, në pyje, lëndina dhe vende të tjera të peizazhit natyror. Studiuesit e kanë krahasuar Dianën me figurën mitologjike shqiptare të Zanës, e cila si Diana jetonte në përmale dhe pyje të thella, në faqe malesh të pashkelura, në shpedha, mërize, lëndina e tjera. Pas pushtimit të Ilirisë, romakët gjetën këtu perëndi vendase që ngjasonin me disa nga perënditë e tyre, siç ishte për shembull Diana e Kandaveve, e cila ishte perëndesha e pyjeve dhe gjuetisë në malet e Kandavisë, në lukinën e sipërme të shkumbitit. Diana e Kandaveve, ashtu si dhe romakët, ishte perëndesha e pyjeve, e kafshëve të egrë dhe gjuetisë. Në disa skulptura të zbuluara në vendbanimet qytetare të Ilirisë, Diana e Ilirëve, ashtu si Diana e romakëve, paraqitet e armatosur me hark dhe shigjete, pranë saj ndodhet një drenush. Sipas albumit Albanian Schweizer under Lang dhe shqiptaren Mainzer në Rhein 1988. Çabej ka vëzhguar se Zanës së besimit popullor shqiptar i ka mbetur dhe ndonjë tipar i perëndeshës së moçme greke Artemisit. Sikurse ajo, shkruan Çabej, edhe Zana është një farë perëndeshe e natyrës, e luftës, e shërimit, shpëtuese prej çdo rreziku, hyneshe e vallës dhe e muzikës, hyneshe e hënës, hyneshe e fatit, si parkat, që dyja figura që së fundi janë virgjëresha. Një ndikim i Artemisës së moçme greke në tokë ilire nuk është gjë për të çuditur, se edhe rrëfesa e Polifemit është e gjallë në Shqipëri të jugut e të veriut, këtu në të njëjtën trajt, sikurse tek Molakat afër Risanos, pranë Lambertsit, ronde motivi Perseut i Andromedës, gjithashtu sipas Kirke dhe Odiseu vet, duket se është ruajtur në besimin e popullit shqiptar, sipas Çabej, Diana dhe Zana. Por si është trashëguar emri i hyneshës Zana tek shqiptarët? E qarem Çabej në studimin e tij kushtuar Dianës dhe Zanës nuk ka anashkaluar as kalimin e emrit nga Diana tek Zana. Diana romake, shkruan Çabej, u shkri në Iliri përmbi një perëndesh të vendit, e cila i përngjante asaj dhe i dha me kohë emrin e vet. Gjatë periudhës përhapjes së krishtërimit, shkruan Çabej, u zhdukën nga përdorimi i gatgjitëm besimet pagane, të cilët shkaktuan dhe humjen e shumë emrave të perëndive ilire në besimet popullore dhe në gjuhë, duke përfshirë dhe figura si Diana. Do të ishte një gjë tërheqëse, shkruan ai, të pyesin për vetitë natyrore dhe për emrat e këtyre perëndive, për studiuesit paraqiten shumë vështirësi të mësojnë se si quheshin në gjuhën ilire emrat latin të cilave qenë Diana, Liber, Libera, Armatus, Silvanus, Jupiter, Partinus, nuk do të mbrin ndoshta kur ta dim, veçse natyrën e tyre ta nxjerrim nga interpretacioni apo dhe interpretimi i latinishtes, sipas Çabejit në vitin 2011. Zonja Leti Shanku Shkreli, në parathënien e librit të Çabejit, Diana dhe Zana, ka bërë një interpretim interesant të emrit pararomak të hyneshës ilire. Duke referuar një zbulimi arkeologjik të kryer në Bosnjë dhe Kroaci, shkruan se janë zbuluar disa altare votive me mbishkrimin Tana Patrona, Pothana Vidasio, duke i referuar ilirologut Stiptević Ilirët, shkruan se një figurat e tyre figura vjetre vizatja e Thanës ilire kërkon krejt profilin e Dianës romake, sipas Shanku Shkrelit. Ky kult, shkruan më tej, ajo gjendet përtej detit Adriatik, e nxjerrë në gërmimet arkeologjike në skala diurno, një li, ku bie në sy një fragment vazo jo bletimi e shekullit të 6 para.s. që mban një mbishkrim kushtuar hyneshës Thana, e cila nderoi prej mesapëve dhe ilirëve, që ka shtyrë studiuesit ta mendin se krejt zona që kushtohet hyneshës son sipas Shanku Shkrelit. Ajo që bën më interesant interpretimin e zonjës Shanku Shkreli është lidhja e emrit Thana me emrin Zanë. Studiuesja, duke referuar përsëri Çabejt, shkruan
Qabe ka lidhur thanën në një ranë me Dianën në tjetër me Zanën dhe shpreh se grafia e thës pas mendimit tonë përmban aty një tingull të veçantë i lirishtes, i papërcaktueshëm më saktë, i cili mund të ketë lidhje me tingullin që ka qenë para zës në Zanën e gjuhës shqipe. Po cilat ishin zanët në mitologjinë shqiptare? Zana e malit është krijesë mitologjike shqiptare me veti tepër origjinale, autoktone dhe krahasueshme tepër me figurat këtilla ballkanike dhe malore të popullsive të gatishullit ballkanik. Ai mund të krahasohet me Artemiden e grekëve dhe Dianën e romakëve. Vështirë që mund të shkohet një krahasim deri tek thana i lirëve, po sipas traditës ata kanë dy karaktere, i zbutur, i cili ndihmon kreshnikët në betejat e tyre dhe karakteri idhnak që shiton ngurros kur u prishet qetësia. Brirët e dhive tegera janë mbrojtja dhe dobësia e zanave. Zanët i ruajnë territoret e veta me xhelosi. Ato i shitojnë ata që prishin qetësinë e tyre ose i befasojnë kur janë duke lozur në livadhet e maleve. Prandaj, dhe kur shkohet në mal, është traditë bëhet zhurmë për të njoftuar ato për afrimin e njeriut. Zana është simboli pjellorisë. Bariu i shenjtë, ky ishte emri popullor i Shën Martinit, mbrojtësi të urqjeve dhe njerëz i baktisë. Në mendësinë popullore shqiptare ai ushqente emënderin të veçantë, sepse për të ndizeshin qërin të kremte me karakter fisnor. Bariu i shenjtë ka disa ngjashmëri me panin, hyn bari me brirë me kënd capi, por ka dhe veçoritë e tij të cilët i gjejmë vetëm tek shqiptarët. Sipas besimeve popullore, ai është hyji i maleve i pyjeve përgjesi mashkullor i zanës, përfytërohet si njeri vegan që banon vetëm në pyje, ai zotëruesi ujqërve të cilët i ushqen, i drejton dhe i dënon. Po kur do t'i ushqej, shenjti u hedh kokra misterioze jeshile në masinë e frutës së dëllinjës ose i urdhëron të vënë në aksh vakti e në aksh malcor. Por po deshi ai u lidh gojën dhe ndonjëherë i ndëshkon për prapësitë që bëjnë. Njihet me emrat si Bariu Hinor, Shën Marti, Shmarti, Shëmatuku, Hazreti apo Azeri, njeriu i mirë, njeriu i shenjtë apo njeriu i jeshil, fatet e tjerë. Figurat besimeve popullore të prallave shqiptare që përfitojnë tri gra që vinë natën e tretë të djepit por sa lindur dhe caktojnë fatin e jetës. Në veriun e Shqipërisë këtë detyre kryejnë orët. Çdo pësim i njeriut i vishën vendimin të tyre, ndaj njerëzit ngushëllohen duke thënë kështu e shkruan fatthënat apo orët. Natën e tretë bëhet dhe kremtja e familjes që quhet poganiqe. Në këtë rast piqet një bukë e cila thyet në djepin e fëmijës. Ndër të krishterë pas ceremonive i vjet emri fëmijës, thirret edhe fati, fitore apo mira, mirushe, or, dordolecje dhe sot e kësaj dite. Në kopshten nare shqiptare vendosin një shëmbëtyr njeriu me trup, krah, këmbë dhe kokë të veshur me rroba, me shpesh me rrecka. Në Zanafill, Dordoleci ka përfaqësuar një shëmbëtyr të hyjë të bujqësisë, i cili edhe pse u shndruar në brendësi si trajt u ruaj deri në ditët tona. Ai vihet për të pasur prodhime të mbara, por dhe për t'i trembur dëmtuesit e prodhimit. Quhet dhe plaku i kopshtit, plaka e kopshtit, nusja e kopshtit, surrati i arës, coli, hakubeti e tjerë. Në kërkim të emrit i lirë të perëndeshës, para romake Çabej vinë në ndihmë dhe vërshkimet dhe kërkimet gjysore përmes indo-evropianishtes. Kështu ai shkruan në rumanisht Diana e gjellit si Zina, në Shqipëri Zina rumune i përgjigj fonetikisht dhe kuptimi zanës të gegërisë veriore, të cilën jo ke nxjerr për fjalën za ose prej Diana në kryqëzim me fjalën za. Çabej vëzhgon me kujdes të kërkon të vëzhgoj duke hetuar natyrën e shtatit e zanës shqiptare, e cila edhe për hapjen e saj brenda lëmit të gjuhës shqipe, kështu po përpiqemi të hedhim pak dritë në historinë e saj. Por të na dalë me gjasë se rrjedh nga Diana, atëherë zana shqiptare dhe me Zinën për cilën periudha latine është e sigurt, shkojnë së bashku brenda qertullit të suazës së romanitetit lindor. Në përmbyllje të studimit të tij për Dianën dhe Zanën, Çabej shkruan: "Për mbledhas na del, pra që Diana romake ushtrinë në lirim mbi një perëndeshë vendi, e cila përngjante asaj dhe i dha me kohë emrin e vet. Te kulti i saj do të jenë bashkuar dhe përzier ndërto element para romak i lirë, grek e romak, duke e ruajtur këto vise gjë në ditët e sotme. Kjo ruajtje është e dy anshme, gjuhësisht përfshin Shqipërinë dhe Rumaninë, duke qenë nga elementet e besimit popullor shqiptar,
na djen me mjaft gjas që Zina, zëra, rrjedh nga Diana dhe kështu lidhet me rumanistën Zina. Përhapja e sotme e këtij emri në shqipen me rumanistën pajtohet në themel të kultit fort përhapur të kësaj hyneshe në trojet shqiptare. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund rubrikës Kombi Ynë. Folën mbi Zanën dhe Dianën, lidhjet etimologjike mes tyre dhe përhapjen e tyre në ilirisht dhe në shqip. Miru takofshim në emisionet tjera. Articat vema të bukur në ka